Turqia aktivizoi planin B të saj në mes të javës pas heshtjes së Washingtonit dhe kërkesës së saj për ta rikthyer atë në programin e avionëve luftarak F-35. Duke përfituar nga qëndrimi miqësor i Britanisë së Madhe ndaj Ankaras, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan zgjodhi Britaninë për të blerë fillimisht avion luftarak nga një vend evropian me një popullsi muslimane në rritje. Turqia dhe Britania nënshkruan një marrëveshje me vlerë $10.7 miliardë për 20 avion luftarak Eurofighter Typhoon. Marrëveshja për të rritur aftësitë ajrore të Turqisë u nënshkrua në Ankara gjatë vizitës së parë të kryeministrit britanik Keir Starmer në vend. Kjo shënon porosin e parë të re të Typhoon të Mbretërisë së Bashkuar që nga viti 2017. Vendet tona mund të jenë në të dy anët e Evropës, por ne jemi partner të fortë, duke punuar më ngushtë së bashku tani se kurrë më parë, tha Starmer gjatë një ceremonie nënshkrimi së bashku me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Përmbajtja e marrëveshjes dypalçe përcakton se Turqia do të blejë 20 avion luftarak Eurofighter Typhoon nga Britania e Madhe për £8 miliardë, ndërsa po kërkon 24 avion të tjerë nga vendet e gjirit, duke ju ofruar Evropës nga jashtë. Ankaraja dërgoi një mesazh tjetër për thellimin e marrëdhënieve të saj me NATO-n dhe perëndimin. Megjithatë, në një kohë kur qëllimi strategjik i blerjes nuk është askush tjetër përveç forcimit të shpejtë të mbrojtjes ajrore turke, si fuqia ajrore e Izraelit, e cila ka qindra F-15, F-16 dhe F-35, ashtu edhe armatimi i Greqisë me avion luftarak Rafale dhe avion të përmirësuar F-16 Viper, po e mobilizojnë Ankaran për të kërkuar kompensim në vende të tjera, veçanërisht kur as kthimi i saj në programin amerikan F-35 dhe as luftaraku vendas Taycan nuk duket se po funksionojnë. Për kryeministrin britanik Keir Starmer, marrëveshja ishte një moment historik, por edhe një piknisje për një thellim më të madh të marrëdhënieve dypalçe, megjithëse Turqia do të marrë avionët e parë në vitin 2030, ndërsa avionët e parë F-35 të prodhuar në Amerikë do të jenë dorëzuar në Greqi. Vizita e Starmer vjen ndërsa prokurorët turq ngritën të hënën akuzat të reja kundër kryetarit të burgosur të Stambollit, Ekrem Imamoglu, duke akuzuar politikanin e parë si një sfidues kryesor të Erdoganit për përfshirje në aktivitete spionazhi. Imamoglu arrestuan në mars për akuza për korrupsion, të cilat ai i mohon fuqimisht.